Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Maqedonia e Veriut hap tunelin e 14 hekurudhor Bellokos-Kriva Pallang. Nga drejtoria e kurudhës së Maqedonisë u publikua një video nga hapja e tunelit. E hapëm tunelin e parafundit nga gjysej 15 në seksionin hekurudhor nga Bellakoca deri në Kriva Pallang. Kjo është pjesa e dytë e ndërtimit të hekurudhës drejt Bullgarisë, shkruan mes të tjerash kreu i kësaj drejtorie Ivanovski. Administratorët e gjykatave paralajmërojnë grevë në Maqedoninë e Veriut. Punonësit në 4 gjykata kanë njoftuar bojkotin pasi ende nuk e kanë marrë pagat e nëntorit. Nga sindikata informojnë se të prekur nga kjo vonesë janë deri në 1600 punonjës. Si sindikata e pavarur administratës shtetërore dhe ashtu dhe sindikata e pavarur administratës gjyqësore i kanë lëshuar kërkesat qeverisë dhe institucioneve kompetente duke paralajmëruar për një grevë të mundshme në të gjitha gjykatat nëse kushtet nuk përmirësohen dhe problemi mungesës së stafit nuk zgjidhet. Paton Peci betohet sot sekretari i Mitrovicës së Jugut. Në qendrën e kulturës Recep Mitrovica mbahet mbledhja inauguruese e kuvendit të komunës së Mitrovicës së Jugut, ku do të bëhet dhe betimi i kryetarit të zgjedhur. Seanca shënon fillimin zyrtar të mandatit të ri lokal pas zgjedhjeve lokale dhe balotazhe që u mbajt në 9 tetor 2025, ku Paton Peci, kandidati i lëvizjes Vendosje, u shpall fituesi i garës për kryetar të komunës me 53.5% të votave ndaj kandidatit të Partisë Demokratike të Kosovës, Arjan Tahiri. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Endri Shabani do të jetë avokati i ri i popullit. Kandidatura e tij mori firmat e deputetëve demokratë dhe 85 votat e shumicës socialiste. Mbyllet votimi. 85 vota pro, 0 abstenim, 3 kundër, projekt vendimi miratohet. Në bazë të votimit, zoti Endrit Shabani zgjedhet avokati i popullit. Ai do të zëvendësojë në këtë funksion Erinda Ballancën, të cilës prej 3 vitesh i kishte mbaruar mandati. Me njëherë pas marrjes zyrtarisht të mandatit si avokati i popullit, Endri Shabani vlerësoi një votbesim sa të rëndësishëm aq edhe surprizues për nga dinamika e zhvillimit në sallën e kuvendit. Megjithatë me keqardhje për vijën e pakuptueshme të partisë së tyre, duhet i falenderoj sinqerisht 35 deputetët e opozitës, të cilët me firmat e tyre më dhanë mundësi të kandidojë për këtë funksion kushtetues, shkruan mes të tjerash Endri Shabani. Kuvendi i Shqipërisë miratoi buxhetin e vitit 2026 me 81 vota pro dhe 16 kundër. Gjatë shqyrtimit u paraqitën 10 amendime nga deputetët për rritje fondesh në projekte të ndryshme, por asnjëri prej tyre nuk mori miratimin e shumicës. Ministri i Ekonomisë deklaroi se amendamentet e propozuara nga opozita, të cilat kapin shifrën 278.9 miliard lekëve, te i kalonin 10% të prodhimit të brendshëm bruto dhe do të cënonin objektivat e konsolidimit fiskal. Në total, rreth 8.8 miliard euro do të vijë në dispozicion për shërbimet shëndetësore, pagat, mbështetjen sociale, pensionet, arsimin, bujqësinë dhe transporti rrugor, drejtësinë dhe sigurinë në kuadër të detyrimeve ndaj NATO-s. Vitin e ardhshëm parashikohet të zbatohet formula e re e rritjes pensioneve, e cila do të përfshijë bonuse mujore. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë shpreh shqetësime serioze mbi efektet e paqes fiskale. BE paralajmëron qeverinë shqiptare mbi rreziqet e saj. Komisioni theksoi shqetësime serioze që lidhen me dekurajimin e përmbushjes satimore dhe përsëriti nevojën për vendosjen e masave të forta kundër pastrimit parave brenda këtij propozimi, ndërkohë që vazhdon angazhimin për uljen e numrit të madh të përjashtimeve tatimore të delegacioni BE-s. Zyra e Unionit vlerësoi se këto shqetësime do të adresohen përpara se nisma të konsiderohet të qëndrueshme në kontekstin e integrimit evropian. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.